Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dinamikën e madhe të ditës së sotme, një dinamikë që në fakt solli zarf të zi brenda shtëpisë së Big Brotherit. Marrëdhënia mes Stelinës edhe Inës duket që është një marrëdhënie që normalisht nuk do të rikuperohet asnjëherë. Do të thënë nuk mund të presim ne që Ina dhe Stelina mund të jenë shoqe të dyja së bashku. Dinamika ka ndodhur që në mëngjes, Stelina natën e mbrëmshme nuk ka qenë në ambientet e shtëpisë, nga që e kam ndjekur goxha gjatë. Stelina ka qenë, siç duket në dhomën e rrëfimit, duke marrë për kujdesjen e stafit të produksionit të televizionit Top Channel sepse e teproi me alkool, por ditën e sotme ka përzgjedhur që të del në verandë. Është një debat në fakt që është stisur nga mbrëm. Ishte Lorna ajo, e cila në tavolinën e bukës i tha Inës: Stelina nuk është e qëndrueshme dhe derisa nuk është e qëndrueshme, nuk e di pse ka përzgjedhur që të jetë brenda kësaj shtëpie. Dhe normalisht banorët duan të fitojnë nga kjo situatë. Ditën e sotme teksa po pinin kafe në mëngjesit, Stelina dhe Lorna ndeshen në këtë debatin, domethënë në këtë debatin që është një debat që solli situatën deri në zarfin e zi. Casey nuk dëshironte që të përzihet, lufta mes Inës dhe Stelinës vetëm që po hapeshte duke akuzuar njëra tjetrën që ti po më merr të dashurin, ti këtë gjë po e bën me kastile, në anën tjetër domethënë Ina i thot Stelinës që ti fal meje je këtu sepse unë të kam dhënë suportin jashtë, nëpër emisione dilje dhe flisje gjithmonë për emrin tim, domethënë akuzat si tashmë po bëjnë femra femrës në rastin e Inës edhe në rastin e Stelinës. Në momentin që Casey, duke njohur natyrën e tij që është një personazh shumë hiperaktiv në kuptimin e këtyre gjërave, domethënë nuk mund të qëndroj heshtur. Casey përfshihet brenda debatit dhe në moment domethënë vllau i madh i thot Casey kujdes mikrofonin. Casey nuk i respekton rregullat e vllaut të madh dhe në shtëpi mbëri në zarf i zi. Zarfi i zi ishte një dënim për banorët, domethënë është një paralajmërim sepse me patjetër që për një kthim të fjalës kundërdrejt vllaut të madh në këtë pikë nuk ma merr mendja që Casey mund të pezulloheshte nga shtëpia dhe banorët duhet që t'i kthejnë cigaret. Tani, nuk e di se sa do mundet Stelina ta përballon lojën mes Inës edhe mes Casey. Ina në këtë rast është shumë e qetë, ajo edhe mbrëm e pash po argëtoheshte, po e shijonte në maksimum, ndërsa Stelina po e vuan këtë gjë në vete. E vuan në vete sepse normal është e dashuruar në Caseyn dhe unë besoj deri diku në dashurinë e Stelinës. Domethënë Stelina e do Caseyn, se po të mos e deshte, ajo nuk do bëheshte në gjendjen siç u bë mbrëm. Por gjithsesi mendoj që Ina është me një mision dhe po arrin qëllimin e saj. Si e komentoni ju të gjithë këtë ngjarje?